sot do të punojmë një ushtrim nga lënda e diturisë. E kam lënë pak mbrapa këtë lëndë, jo për nga rëndësia, është dhe lëndë shumë e bukur, se ka lidhje me natyrën. Edhe dituria është pjesë e provimeve banat, provimit që zhvillojnë fëmijët në klasën e 5. Nga libri i Sadiun i klasës së 3, kam shkëputur ushtrimin 7 në faqen 117. Duke lexuar, do bëj dhe shpjegimin, sepse kam bërë me anën grafike në mënyrë që fëmijët ta kenë më të qartë. Enesi donte të provonte rëndësinë që ka drita për rritjen e bimëve. Është shumë e rëndësishme fjala dritë, ata mund ta analizojnë me një laps e libri. Për këtë, ai mori 2 vazo me bimë të ndryshme. Këtu çfarë është e rëndësishme? Bimë të ndryshme duhet nënvizuar. Unë nuk i kam nënvizuar, i kam vizatuar, pra e shihni që bimët janë të ndryshme. Kjo do të na shërbej pastaj sepse është një nga pikat kyçe të ushtrimit. Vazon e parë e la në balkon. Vazoja e parë në balkon, ndërsa në një vend me dritë, e kam shkruar me dritë. Ndërsa vazon e dytë e la brenda në dhomë. Në dhomë, vazoja e dytë, në një vend pa dritë, edhe kjo është shkruar. Ai i ujiti bimët çdo ditë për 2 javë. 2 javë. 2 javë. Ujit çdo ditë. Ujit çdo ditë. Në fund, mati dhe krahasoi lartësitë e tyre. Lartësitë e bimëve, pra, nga pjesa e vazës këtu. A është i besueshëm hetimi që ka bërë Enesi? Pse? Tu shpjegoj pak fjalën hetim. Një hetim në lëndët mësimore ka të bëjë me një lloj kërkimi, një lloj hulumtimi, eksperimentimi që bëjnë fëmijët për të nxjerrë një përfundim të caktuar. Në rastin ton, hetimi është bërë me 2 bimë. Tani, pyetja bëhet, a është i besueshëm? Kur një hetim është i besueshëm? Është shumë e rëndësishme për të theksuar, një hetim është i besueshëm kur një fëmijë gjatë eksperimentimit ndryshon vetëm një faktor. Kuptohet që me logjik, nëse ndryshojnë disa faktor, atëherë nuk e di se cili prej tyre e ka sjellë ndryshimin dhe nuk nxjerr dot përfundimin e hetimit. Në rastin ton, edhe një herë, te lulja që është në balkon, ka këto kushte. Me dritë, për 2 javë është ujitur çdo ditë. Ndërsa, lulja që është në dhomë, është pa dritë, 2 javë ujitet çdo ditë. Pjesa që ndryshon te të dyja lulet është kjo. Me dritë, pa dritë. E para që është shumë e rëndësishme. Por ka dhe një diçka të vogël që ua thash në fillim të ushtrimit, ne kemi bimë të ndryshme. Është pikërisht kjo pra, duke që në fillim, prandaj kam vizatuar pak më të gjatë, kjo më e shkurtër. Në këtë rast, fëmia nuk mund të nxjerrë një përfundim të saktë, sepse janë bimë të ndryshme dhe ato rriten me ritme të ndryshme zhvillimi. Përgjigjja është, jo, ai nuk mund të nxjerrë një përfundim të saktë, sepse ka ndryshuar më shumë se një faktor. Ka ndryshuar 2. Atëherë, ai duhet të mbajë vetëm një, çfarë duhet të bëjë? Pyetja vazhdon më tej, ka kërkesën e dytë. Çfarë duhet të ndryshojë te ky hetim që ai të jetë i besueshëm? Në rastin tonë, sapo e shpjeguam, përderisa ai ka ndryshuar, pra ka 2 faktorë që i ndryshojnë te eksperimenti, atëherë duhet të ndryshojë njërin prej tyre, meqense Enesi do të provojë rëndësinë e dritës, nuk mund të ndryshojë këtë faktor që të vendosë të dyja me dritë ose të dyja pa dritë. Prandaj mbetet që të ndryshojë bimët, duhet i marrë bimë të njëjta, ose të marrë këtë bimë, ose të marrë këtë, të zgjedh njërin prej të dyjave, pra të jenë të njëjtat bimë dhe me të njëjtën gjatësi.